Fredi, cili është roli i pashkve në këtë periudhë për forcimin e lidhjeve me njëri tjetrin dhe për të forcuar besimin? Për shembull, si na mëson Krishti, e lutuni, edhe e mani thatë, edhe bani elmosh. Tanë janë lidhje me tjetrin, po në benefit tanë, në mirë tanë. Tanë janë lidhje me tjetrin, se unë nuk mundem ju lutë vetëm për veti. S'ka mund me lutë për veti, që bile ba me shikju i tash, jam një këtë, ka ana shpirtnore, tanë jetën kena nevoj për Zotin, po ka ana materiale, kështë më thënë jam rregull. Nuk ashtë të mungu, kur i sen që i du trupit të më përmjetu. E ka ana shpirtnore, tanë jetën dificit, tanë jetën kërkojmë për me ditë. Por zakonisht një pjesë e madhe e luqës, a nuk ka për familjen, pra nuk ka për tjetrin, a nuk ka lutja jote për me shku puna mirë këtu, për të shku puna mirë këtu, a të më shku më mirë, se kur t'jem atje në shpi, të i pa televizor, shofi program bukur e knaqëm. Ashtë ty u reflektu. Një gëzët një, ashtë që shakajdi që njerëzit kujtojnë ka i herë se mkatja personal. Mkati kur nuk ka personal. Me mkatin gjithmonë dam të në tjetërin. Edhe në qoftë se nuk ka lidhje me tjetrin drejt për drejt, edhe në qoftë se mkatja vetëm i mshehun, dikun që nuk shef kurkush, e s'din kurkush gja, ka mu reflektu nesër të shoqënia. Ka mu reflektu nesër në shoqëni. S'keme kanë mirë, mkatja është gjithmonë është e komunal. Pra, edhe i gjashtë pashk në përgjithësi, në lidhje me një tjetrin, sa të janë kuj në pelmoshën, një ati që ka nevoj, ke shkoj me pa në nursing home, një ati që ka nevoj me pa, ke marrë në telefon mi thanë, du fortet, kam fali, e në shok, e në vëllazën, një që atu i kja zemra, për në të pa. Një ati që mundet me pagu bilin, që mundet me pagu i apartamente i sen, duke ta diftu histori të vogël, kjo fse nuk ashtu, po ashtë shumë signifikante. Se s'jam të i përmene emen, por kur Paulini, a i vlajem u këthy, adin që e kanë pa këthy në kohën e Obamës, ka një për atyne që i kanë pa deportu, i kanë pa ardhe në Shqipni, a i ka pa punu me Lomarina në kohët partisë. Edhe atëheran filloj me vu luqet, edhe merte një shok të vetin që një ishte në gjenje jëtë mirë, adin ekonomike, ishte bilet dopt, në thanë, edhe i dashin parët bashkë një mojë. Mi po të marrë i puna, nuk e thirëshin, s'kishte fort punë, Paulini. Na një moshim, një farë njët nuk ishte në të nevoj sa më shku, por këtë shokun e ti, se një motë e kush, i kishte djelë të ri, nëse edhe grunë pak të smurë, shkurt më abeti, edhe aj një mosh i fjet edhe të avancume, jo plak, po të avancume, edhe s'kishte punë. Edhe e veshaj që shpesherë ku mërshën telefonat të mdha, e pyjtë që edhe më ndiftot, s'kena punu, s'kena shto, ma shumë vjen keq për këtë shokën, thotë se s'punët, se unë i kam i fje parë me hangër po kanekte. Ka kanë dita para krishlinjeve, 2-3 ditë para krishlinjeve. Edhe e marrë Paulinin telefon. Nuk më kujtojtë mirë, më duket, a i më ka marrë mu në telefon, a mora, unë nuk e di, veç, unë jam kanë me një 2-3 shok Amerikan, me Danny Taylor, me edhe kush një me do shok të mi, atje njëri kur kam kanë. Edhe i thojnë, Pavlo, qa kena i mirë, që a thot Shkoda, që a thot që, edhe një ta pyjtit që i bashkëm i këta, po. I thash, pash një si e ke atë shokën, një përmena me emin. Edhe, nuk ka mirë, më tha, se më thrasin a Gjafret, me kanë se fmit më thrasin a Gjafret, nuk ka mirë, tha a Gjafret. I thash, pse? E tha, e ka pa marrë një apartament, tha, se ka pagu tash 10 muja, 11 muje, dojnë me e dzerë për aty jashte, ma të grutë smurës, me punu, s'ka punu, se s'ka pas pune, parë ne nuk ka mirë. Unë tha, s'kam qa me një mu, edhe ne e nësi me thanë, adin te. Marja i muabet, i ba me do muabet e tjeta i ko. Njani për aty në shokë, Vajdeni Teller, e shokë e më thot mu, pashin ftyrë, thot që nërshove i fije. Tha, adin si me tha, nuk prishin ftyrë. Tha, qa, se e di tha që e ke folë me Paul, adin Paulinin, tha, po qa tha. I diftova, nga shti shok i ti, ishtu, kanë pa punu bashkë, po ka vishtërsina tana. Tha, një gjë, tha, që po t'i nap tha fili tash $500.
Atë një dha Allah i tjetër, i tha që dha ty në vllazëve të mi, edhe unë u ba me të thënë drejtën e konsiderueshme, e mirë. Jo një gjë e madhe, po e mirë. I ba me ta pare, edhe i qume në Shqipni, edhe në vërtet na jepshim i personit, që kishte fëmijë këto, edhe na mujshim me shku me marr atë. E thëm Pavlit, atë di që ki folë, këta shokët e mi kanë dhënë do parë, i kena ba do parë, shko me rritë, si me thënë të Gania, aty në dhe qoj ati shokët tanë, aty me kanë kështu. Faleminderit ka gjami, i mori, duke të kishte marrë që gjithë qa kryve, si ratë shmrapa, me të thanë drejtë veç për shumë vjetë me zemër të mirë, edhe në kështetë të tanë. Adhe na jena të zanën me punë, ku janë kështë linjet e festat, mas një disa ditëve, 7-8 dita, 10 ditë, e marrë për Pavlin, se zakonisht kena foli, ishte i herë një javë, ishte i herë një javë kena foli, edhe në ashtë ma shumë. I thëmë, si shkoja puna, i mora ta po, tana po, tha u mërë. Aja i që oti, po, tha. Po tha, një që më ka në, tha Gjafrin. I tha, që në, tha, ku ja kam qu, tha parë, të filloj me kja. Mi po tha, me të mush sytë me lëtë, tha, tjetër gjadin, po filloj, tha, me kja me za. Kështu si na i thëmë në Shkodër me Denes. Adin, me kja me Denes. Edhe i tha që, mas banë marë burë kështu, Adi mas banë se s'po ke nevojë, se s'ka ba një gjanë në Amerikë, punojnë atër, tanë ata që je ka një mu dëmë Fredin, janë shumë gjenjë të mirë, sa ka një, i kishte thanë palë, i ka thanë, nuk jam të i kja për parët që kam marrë. I ka thanë, ja di të zotë, i ka thanë dëmë Fredit e shokëve ti, e 1000 herë faleminderit. Po thamë, janë të mështu Italët, të marrë Denes, sepse mram, e ti kjo arë sot me tanë ta pare mram, jam ullin gjoj, për para Zojës Beskume, kam thanë Zojë Marova. E më një mo, e ti jarë në nëse, tha, e më prunë tanë ta pare. Kështu ka ndodhur, e? Tha, unë jam t'ju gëzu, tha që, për fenë. A i s'ka fitu kur gjënë, se në ka një gjënë malë, a i ka din të qaj qumin, i ka pagunja ta borgje, i ka pasë edhe do me i pasë në avantaj. Pa e feja, kja është aja kur thoj me lmosha, që na nuk e dim çfarë transformimit të jashtëzakonshëm. Po kjo shumë herë më ndodh mua në biznes. Po në biseda. Sa herë në biznes, do më shkoj në account i zero, bravo. Sa vete kështu tak vjen një të cilë Zoti. Po të bësh mirë, Zoti të ndihmon. Eksakt. Absolute. Pra kja është ajo që se ishte pyetja juaj, a na ndihmon si e ndihmon botë më mbledh këtë të ndihmu. Ai ka marrë një eksperiencë që s'ka me pa kur, ka pa direkt mrekullia. Ba mekanismure, mu shnosh, 1 miliard herë mi faleminderit Zotit. Po 1 miliard herë ma të për që je ti. Je ti më murë, aja kulmi. Kjo është një rast shumë... Se po jeto kam edhe 5 ma shumë e 5 ma, kush po qanë krytë. Një rast shumë edukativ. Atë se harroj kur. Që njerëzit duhet... Edhe mi, po na a kena i shprejhje në që thojmë në shqiptarë, nuk ja di një unshmi, i një shmit unshmit. Adi nuk ja di na se pa kuptu, na lastona, spoil, në atë kuptimin, i marrim gjanët, i ka kujtojmë se i ka tanë bota. Nuk i kanë. Duhet me kanë vëmendshëm. Ne na duket se më javë që i $50 dikuj, pa ma s'pe i qënë ma njaqë, e gëzën me njaqë që janë, ose atjen po thëmë në Shqipni, ata kushrit e tata. I gëzën shumë edhe, nuk ka puna se po ja krynë do nevoja, por kam një diken. Po, është gjë e mirë. Gjë e mirë. Edhe nesë nga kushton kur gjanë, se nuk ka një gjë male. Do Fredi, bota po jeton në një kohë shumë të keqe, të acaruar me probleme të ndryshme. Cilat janë mesazhet që sillin pashkët, që të vijë besimi, të vijë shpresa tek njerëzit? Me besu në Zotin e në Krishtin, me besu në shkrimin shenjt, është fanari i jetës, është rruga i jetës. Nuk e thot Krishti a Zot, nuk ka nevoj me na shtu, me na la një elogje. Zotin nuk ka nevoj me më thanë, me na thanë sa i mirë jam, sa i malë jam, a i do me na thanë sa i mirë jam, sa i malë jam, që na me pas besimin te. Ba me kanë ti multibilioner, me i pas $100 miliard, ti s'ke nevoj mu me ma mush menën si e pasanik.
Bo, në s'kena se lollësh iq, por ti më thu mu, jam pasanik për më thanë mu që hajde kërko sa hirë kesh nevoj. Mas kujta si e vetë, më ke mu. Ba me pas një problem me bilë me tana, pa pik bezdijet kam, se ti kryu në të punë. I kja Krishti, i kja Zoti. Jam unë, mos kini frikë. Jam unë. Unë kam eksperiencë, më kishe me më thanë ti mu, di edhe me të mësu, i e djali meqëm, i ke mundësit, kam e të banë ty që me kanë edhe ti, Zoti i vedit. Si thojnë Amerikanë, mas më ne peshk për gjithë ditë, po mëso me të zanë peshk. Më thodi mu kam e të mësu me të zanë peshk. E ke me kanë ti me fitu dignitetet tana, s'ke me kanë lypsar. Pra në edhe Krishti vjen me në thanë njëtë mesazh që me në banë ne, mos me kanë ma lypsar, po me kanë një me te. Na e rrethojmë vedin me mure, na kena rrethu vedin me mure imaginare për i mos besimit Zotit e të Krishtit. Edhe rrimet, edhe struggle, në rapatosë në një këtë botë, e atëherë kur bim pikë të hallit e hapim derën, e dalim të Zoti, i thëmë, na një mëj fije, i kja lutja, po ma ne pikë e gjë, qa do që ti kërkojmë? Paqa, mirësia, edhe na nep, edhe sa na nep, po më him mërën prej herë me ullim derën, kram, edhe rrim aty dhe që e konsumojmë. E sa konsumojmë e hapim me lejë, na ne vëdhe herë se kam jetë, pra me mëllin. Krishti thot, pse e mëll një vedin mu? Hek një ma muër të hape, ti s'ke nevoj as me më lypë, ti vetëm zgjetë e dorën e mërë. S'ke nevoj ma me lypë, banë orësioni. E ke rrëthu vedin me mkate këtë, e ke rrëthu vedin me inade me tana. Lyrë për asaj punë. Ate mos u rrëthoj që kur të vish aty ti ke mecë, ta manë si Adami e Eva, kur kanë nga në fillim, pa mkatit original, kanë pas gjithë shatë një aty. Shtëri e dorën mërë sa të dësh. Në kuptimin shpirtënor, në kuptimin intelektual, në kuptimin fizik. Kanë me kanë tanë të atë mujtën. I kja është e mërkullia, nuk mundet kur doktrinë politike, as ekonomike, me mujtë me e batë realizu me i këtë. Së mundet kur. Por unë e kam jasë zakonisht shumë qef shkencën, sepse shkenca është shprehje dashni Zotit për ne, na ka vanë Zotin një atë intelekt që me një mund në vedin edhe në këtë anë. Po për me arrit për realizu këtë anë, ti duhet me ka një lidhën me Zotin për me ba perfekte këtë këto. Për me ba perfekte atë shpikjen tanë, adin e këta gjanët, ashtë sa ma kanë. Një shkencatari ma i përsosën bot ashtë një që beson Zotin. Kjo se nuk beson Zotin e ka minimizu talentin që kaj, për ka me ba gjanët mira. Po s'ka me mujtë, kur me penetru në atë thellësin e mërën vetëm kur beson në Zotin. Pra, po dalë për vëdhja të të shkenca, feja janë bashkë punëtore, për me në një mune me e pa në mënyrë fizike, që atë që muna me ba me Zotin, kjo fse në të lidhën shpirtnisht, se është të lidhën.